Jo, e bënët një pyetje shumë të vështirë, nuk I kam statistikat sakta une gjatë elaborimit prezentimin tim, I prezentova disa prej dhanave, që është një numër I madh të denoncimeve gjatë vitit në raport me pyetjen që e bënët. Realisht gjatë ditës I kemi 10 deri 20 denoncime sa I përket sigurisë ushqimore, të pjesës kadencës, ushqimet prishura. Në ato momente inspektorati jonë në reagon shumë shpejt në përputhje me bazën ligjore që e ka dhe vepron në kuadër të legjislacionit fuqi. Realisht me numrin e inspektorëve që posedon Agencioni I Veterinës së Ushqimit janë 83 në fushën e veterinarisë dhe fitosanitarisë, prej tyre gjysma janë pikat kufitare, gjysma tjetër përfshin këtë pjesën e inspektoratit brendshëm, që I bie është numër kogja I ulët në raport me vende tjera të rajonit, po besojmë që do të rritet numri I inspektorëve sa më shpejt që është e mundshme. Varësisht për denoncimeve që bëhen, ne kemi planin e kontrolleve zyrtare që zakonisht janë të planifikuar, mirë po fatkeqësisht ne shumë shpesh dalim për planit kontrolleve zyrtare për shkak denoncimeve që bëhen në baza auditore. Kemi raste kur kemi 3, 4, 20, 10, varësisht se si veprohet. Andaj, une bëj edhe apel tek qytetar, tek konsumator, momentin që kanë fakte, në raport me afatet e skadencës, ushqimet të prishura që kanë dyshime, të raportojnë sa më shpejt që është e mundur, të thotë që bashkërendimi ose bashkëpunimi me konsumatorë me qytetarë është shumë I rëndësishëm që ne të bëjmë veprime konkrete dhe efikase në teren. Në raport me legjislacionin fuqi inspektora që e kanë, ne zakonisht përpilojmë proces verbalin në momentin që dalim në teren, inspektora evidentojnë, hartojnë proces verbalin dhe përcjelljin në si çështje kundërvajtjes dhe na nuk kemi si agencion ose si inspektorat që kemi veprime mandatore që I bie që mund të shqiptojmë gjobën aty për aty. E jone është me dalë në teren, me evidentu rastin, me bo proces verbalin edhe procedohet për gjykat për çështjet e kundërvajtjes. Fillimisht të rritet buxheti, të rritet numri I inspektorëve posaçërisht të kjo pjesa e sigurisë ushqimore. Definitivisht duhet I kushtohet rëndësi të madhe sigurisë ushqimore, të rritet numri I inspektorëve, që të jemi më efikas në raport me denoncime që bëhet në bazë auditore prej konsumatorëve gjithsesi qytetarëve.